Kosova dhe Shqipëria, a e luajnë rolin e tyre, detyrimin e tyre në fund të ditës ndaj shqiptarëve të Preshevës? Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për tu vlerësuar kontributi dhe angazhimi i Qeverisë Republikës Kosovës në udhëheqjen e krye me kryeministrin Zotrin Kurti. Për herë të parë është institucionalizuar linja buxhetore për luginë e Preshevës. Ka filluar me 2 milion dhe ka vazhduar, domethënë viti i fundit është 4 milion euro. Për te simbolikës së mjeteve financiare, qasja, institucionalizimi ka peshë, ka rëndësi. Dhe shpërfaqja e asimetrisë në të drejta dhe të ngritet në instanca më të larta, të ndërkombëtarizohet pozita e shqiptarëve të luginës së Preshevës është shumë e rëndësishme, është nevojë, është jetike e momentit, gjë që unë falenderoj kryeministrin, por edhe tërë ekipin e tij, që kanë pas mundësi ta sensibilizojnë në çdo instancë më të lartë ndërkombëtare dhe ta shpërfaqin këtë asimetri në të drejta. Serbia kërkon standarde të dyfishta për pakicën serbe në Kosovë që ka të drejtat të garantuara më shumë se çdo pakicë tjetër në botë, ndërsa shtyp pakicën shqiptare në Serbi. Domethënë nuk përputhet askund, nuk ka simetri, dhe kjo arritje e shpërfaqjes së kësaj asimetrie normal që duhet të respektohet, duhet të ndërkombëtarizohet. Presion nga qeveria është duke bërë mjaftueshëm dhe me vetë lobimin, mundësinë tonë për të lobuar dhe memorandumi i arritur mes Qeverisë Republikës Kosovës dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar, përmes të cilit ne kemi pas mundësi të lobojmë edhe vetë personalisht përfaqësuesit politik të luginës së Preshevës në Senat, në Kongres, në State Departament, në Këshillin e Evropës, në Parlamentin e Evropës, në Bundestag, kjo e ka peshën dhe simbolikën e vet dhe kanë filluar edhe të shihen rezultatet konkrete. Ne fakt nuk kemi dashur të jemi t'i pengojmë në proceset e shndërtimit të Republikës Kosovës. Nuk kemi dashur të jemi pengesë raporteve ose procesit të Vjenës ose të Rambouillet's, sepse kemi dashur që njëherë të konsolidohet Republika Kosovës si shtet, të forcohet si shtet, po ashtu edhe kur kemi një Shqipëri të fortë, të fuqishme, me ndikim në Ballkan e në rajon edhe në botë, po të kemi edhe një Kosovë po ashtu, po të kemi me ndikim dhe të fuqishëm shqiptarët e Maqedonisë Veriut që janë pjesë e qeverisë ose shtet ndërtimit të Maqedonisë së Veriut, atëherë normal që edhe pozita jonë do të jetë më e mirë. Raportet e fëqinësisë mirë mes Shqipërisë dhe Serbisë normal të duhet të përkthehen në realizimin e të drejtave tona, në insistimin, por nuk është gjithçka që shihet nëpër media, se kritikat vijnë që edhe Shqipëria nuk po bën asgjë sa i për luginën e Preshevës, por sa i përket avancimit ose sensibilizimit, ndërkombëtarizimit të pozitës së shqiptarëve të luginës së Preshevës ka bërë mjaftueshëm, po bën politikë shtetërore dhe përmes ambasadorëve që kanë në këto instancat më të larta ndërkombëtare. E sa i përket financimit ose vizë institucionale, normal është mirë të mirën modelet e Qeverisë Republikës Kosovës, por nuk është që nuk kemi pasur asnjëherë edhe përkrahje nga Qeveria e Shqipërisë. Unë prej kur kam marrë detyrën, është organizuar me përkrahje të Ministrisë Kulturës, Qeverisë Republikës Shqipërisë, panairi i librit shqip për herë të parë në komunën e Preshevës, të cilin e morën modele dhe bashki tjera dhe komuna tjera në rajon, sepse zakonisht panairet janë organizuar Tiranë, Prishtinë, Shkup dhe jo në për qytete tjera. Dhe ishte në të njëjtën kohë organizuar një spektakël të madh, spektaklin e Shën Terezës, ku prezent ishin në krahasim me organizimin që ka pas ky spektakël në qytete tjera, në komunën të Preshevës ka qenë spektri politik i të rajonit, ishte një prindim, më thoshte
Lidi dytë Prizrenit organizove, sepse ishin figurat rëndësishme, ishte tërë qeveria, përfaqësues nga qeveria e Republikës Kosovës, qeveria e Shqipërisë, kryetarët e bashkive nga veriu në jug ose lindja perëndim, të gjithë pa dallim, nga Mali i Zi dhe nga Maqedonia e Veriut, domethënë e tërë, jo vetëm kryetarët e komuneve, por edhe ishte niveli qendror që janë në vendimarrje, shqiptarët në vendimarrje në Maqedoni të Veriut. Kryesisht ishte edhe prezent edhe Ministri i Kulturës, i deleguar ekskluzivisht nga kryeministri Rama, i cili pa të konfirmuar pjesëmarrjen po i doli udhëtimi në Francë dhe delegoi jo vetëm si ministër, po e delegoi si person i deleguar nga të përfaqësoj kryeministrin Rama në atë aktivitet. Domethënë janë shumë të rëndësishme bashkëpunimet, koordinimi. Ne nuk e kemi luftën, normal ne zgjedhim bashkëpunim institucional dhe asnjëherë nuk duhet dhe nuk e kemi luftën me Shqipërinë, Kosovën ose me shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Ne kemi një betejë, një luftë me shtypjen se që po na bëhet nga Beogradi zyrtar. Dhe koordinimet, bashkëpunimi me këto 3 shtete është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, e sidomos në situatën delikate dhe rrethanat aktuale gjeopolitike në të cilat